Përshëndetje teleshikues të nderuar, jemi në emisionin tonë Le flasim 7, deri më tani kemi pas me tjetra profesora, doktora, studiues nga fusha të ndryshme. Kësaj radhe kemi vendosur disi me ndryshe këtë emision. Kemi ftuar këtu pra shahirat si Binak Pranku, Amir Udore dhe Hajdin Mexhuani, të cilët sot do ndajnë disa momente ose çaste folklorike, muzikore që do na ringjallin përsëri historinë tonë, të kombit tonë, traditat tona, të folklorit tonë. Unë ju dëshiroj mirëseardhje të gjithëve. Faleminderit që keni ardhur në Jupiter Kompani Media këtu në Prishtinë, edhe në televizionin tonë, Donacion 7 që është në YouTube. Dhe ju falenderoj që keni marrë këtë iniciativë që jeni në mesin tonë. Ne do ta bëjmë një komunikim her pas here të vogël, por fjala është për ju. Që fletia është në dorën e juaj. Faleminderit për ftesën, punë të bërë, sukses. Na të në sot munja sot dina së kurton tjetë edhe na do të mundohemi pak me ekzekutu disa bolla në ekonomi atë sot munja nga mundësinë tu. Fjala është për ju. Melodia e jep fjalën më të bukur dhe zëri juaj, domethënë do të pasqyron historinë e kombit tonë, vendit tonë, traditave tona. Faleminderit. Vazhdoni. Fjala ime. Faleminderit për këtë performim kaq të mirë. Unë kisha pas dëshirë që ta ndonjë edhe ndonjë puntat ose ndonjë këngë që është tradicionale që ju e keni marrë të përzemër për janës juaj, që ta performoni së bashku, ta ndoni me dëgjuesit, do të ishte kënaqësi. Faleminderit, sot mujna sotina do të mundohemi diçka.
shumë të bukur për pavarësinë. Dhe tashmë bashim pa marrë, por nuk do të thotë që ka mbaruar gjithçka, do të vazhdon. Se zhvillohet shteti, zhvillohen institucionet, zhvillohet ekonomia e vendit jonë. Dhe ju përmes këtyre vargjeve, edhe përmes këtyre këngëve të bukura, nuk e leni me humbë as gjuhën, as historinë, as traditën tonë, që durën zemër kohëve të fundit, ka një shumë gjuhë të huja, përcenojnë edhe gjuhën shqipe. Unë ju përgëzoj shumë, edhe arsyeja që ju kom ftuar në emision është që të promovohet më shumë tradita jonë, kombëtare, folklori jonë, gjuha shqipe. Sepse nëse humbet gjuha, humbet për territori dhe gjithçka. Unë tash ndoshta ndonjë tjetër që ju mund ta përzgjedhni diçka interesante, diçka mund ta shihni të arsyeshme. Kemi disa këngë, disa valla që këndojmë bashkë me ta kolegë. Së bashkërisht do të zgjedhëm diçka sot, unë sot dinë një mesazh për plotin tonë shqiptar. Që të bashkohen e të jenë më afër me njëri tjetrin, të lanë përçarje, Gjithsesi, të lanë dasi. Gjithsesi. Kjo është pandemia. Andaj të ju. Kjo shumë tingëllë e nërgova shumë entuziasmi. Posh është keqe letë.
Atë shumë. I domë. Shumë mirë. Po mënohemi sot mujna me ta katë. Ta kënën mirë, po na mënohemi me janë gjatë mirës. Po. Qësë nëse. Po në qëta ujtë, ha? Po, filisht.
për shembull kur keni qenë në periudha të ndryshme, për shembull çka ju kalon për shtypje, për shembull kur keni bërë ndonjëherë takime kështu, si për shembull ku jeni do sa ma të kënaqur nga kuptimin tek mikpritja, çfarë zone keni qenë, çfarë treve, për shembull që kanë prit mirë kështu si shahira apo flas. Tash. Në një zonë që ju kalon për shtypje, domethënë, me treve. Gjitha trevat e shqiptarëve janë të mira, janë mirë se mirë presin njerëzit, sidomos shahirat e folklorit që i knyn historia tona që ruhen në shaki në kohën tona. Pa e dallue një trev apo tjetrën, gjitha janë të mira, po mas mire është ato kur këndohet edhe ndëgjohet për ndëgjuesve, ajo është një kënaqësi e veçantë. E ndjen veten ma mirë, ma lumtur, ma krenar që ki marakli, ki ndëgjues, po është një mirë që edhe tek rinia është një mesazh që janë marakli edhe e ngojnë edhe rinia një pjesë. Edhe prit, po thotë që kanë Ka një pjesë interes të mirë që ndëgjojnë, kum hasën ta që edhe cilë e mojnë edhe në përkjerë e kam folklorit me shahira. Është mire që ruhet tradita, nuk rrug tradita të unë ruhen. Historia të unë përpora nuk jenë shkujt, po jenë rrujt në kom. Në periudha Në periudha në për këto, po sot, shqyqër zotit e kena lirin, falë dëshmorëve, viktima, veteranëve, invalidëve, e gëzojmë se lirin, shqyqër Allah, dhe shohëm në kupë korë, nuk përsërit në ato gjonë, ato vitet e kalume, që të i kena përjetu shumica i divë, po sot shkruhet, po mirë është edhe më rrujt edhe në begi lapet. Po, sepse arti gjithmonë trombeton besim ma ndryshe, pa e ka efektin e vetë, që ndikon ma shumë shpirtnisht, tingujt, këndimi. Këndimi ka qenë ndarësi të verdant. E vërtet. Mes tingujve i kanë thirrë edhe për pushtrime luftrash. Jo është. Edhe ata kolegë mund me dhoni mesazh vetin se kanë diçka më Ose dëshiroj. Mirë, atëherë, nëse keni diçka tjetër, do një performancë që ju mund ta deni që mund ta që e keni kështu si marak, kështu si qef, që e Shkojmë keni edhe një volë, zakonisht na kërknyn edhe periuda në përdorsma në përneja, e kem një volë në fillim, disa kom, tani edhe një volë në barim për fund. E mund një tash paka shumë i adhon edhe ato sot mujna. Okej, anis ka për Shkojmë edhe një volë.
me të vërtet një performancë shumë e mirë, edhe ju me të vërtet normal vitet e bojnë vetën, ju keni shumë kohë që i bini këtyne instrumente dhe këndoni në përvoda, në programe ndryshme. Keni qenë ndonjëherë edhe jashtë po flas territorit të Kosovës, po flas në treva shqiptare, në Lirinë ose në... Po, kemi qenë, po. Keni qenë, a? Mirë kemi kaluar që. Shumë interesante. Në fakt, realisht, folklore se instrumentet kanë ekzistuar prej lashtësisë. Si dëshmi është edhe mozaiku i Orfeut i gjetën këtu në Banek, po dhjetës. Edhe ai shifet në mozaikun e tij ka një harp. Harpa është një vegë muzikore, cili vazhdimisht pra i ka rënë asaj instrumentit lashtë, që tregon se ne si civilizëm, si entitet, si qytetërimi imi, qytetërimi shumë i lashtë. Për 5.000 vjetë sigur, po nështë edhe më shumë. Kështu që kjo do të thotë që kjo veç është trashëgu brez mas brezi, edhe në veglat muzikore, edhe në këndime, edhe në gojdhajna, edhe në historitë tona, qofshin ato gjetur arkeologjike, ose historike, ose faktike, ose transmetume brez mas brezi. Edhe pse kanë orë shumë kushtues, kanë kalu mbi sipërfaqen e kësaj toke, gjithsesi ata s'kanë mujtur dot, s'kanë arritur dot me në poshtë zërin tonë, zërin e lirisë, zërin e ndërlënisë. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij kolazhi dhe këtij emisionit tonë. Unë tash, kur ju erdhë me këto instrumente, unë udhërzova se nuk, domethënë, këtë rast flet instrumente, nuk flet goja e njeriu, domethënë, flasim veglat. Unë ka pak. Gjitha ka pak më mundohemi, për shkak se në emision timin ka pas profesora akademik, profesora doktorë shkencave, kemi pas edhe gjëktarë studius, por në këtë rast bin poshtë këto shablone ose gjona, sepse vegla kur është atër e ka kryefjallën, kjo kryefjalla është vegla, dhe janë zërat e ujë, kështu që unë po të dëshirë mos me folë shumë, ju dëgju ma shumë, me qenë ma shumë dëgju se sa moderator në këtë rast. Unë ju falenderoj shumë që keni gjetë kohën, qofse do një përfund ndaj mesazh ose ndaj tingull, fjala është për ju dhe unë ju falenderoj shumë për këtë një Falenderoj dhe ju për ftesën. Sa mujtu me dham ato, sa mujtu me dham, ma shpon folëm pak me vegla, pak me kond, janë mesazh që i kuptoj njerëzit, nuk po di çka mund të shkon. Falenderoj shumë besoj. Okej, nëse keni përfundojmë në një diçka përfund, diçka në një pjesë caktume, unë ju falenderoj për këto momente që i ndonë poshtë. Faleminderit. Pare,
më nëmë sa ditën sa më jetëm.